Makina përplas 2 monopatina në Tiranë, 3 të mitur përfundojnë në spital. Një aksident të shënuar ditën e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ku një automjet ka përplasur 2 monopatina, me të cilat po lëviznin 3 të mitur. Sipas policisë, 3 të miturit janë lënduar dhe janë transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Sa kaq shtetasi K, 41 vjeç, i cili drejtonte automjetin, është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. 2 prej të miturve të moshës 11 dhe 9 vjeç janë në gjendje të stabilizuar. I mituri tjetër ndodhet në gjendje më kritike. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, teksa monopatinat janë bërë kohë të fundit burim aksidentesh, qoftë nga pakujdesia e përdoruesve të këtyre mjeteve apo edhe të drejtuesve të makinave. Rreth orës 10:30 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, shtetasi K, rreth 41 vjeç ka përplasur me automjet që drejtonte 2 monopatina me cilat lëviznin 3 të mitur. Si pasojë janë dëmtuar 3 të miturit, cilët janë transportuar në spital, ku janë nën kujdesin e mjekëve. Shtetasi K është shoqëruar në komisariat me qëllim kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale, ndërkaq një grup i posaçëm hetimor po punon vetë ngjarje për të sqaruar rrethanat e aksidentit, njoftoi policia.